Aplikacioni i ri Edits ka disa ditë që ka dalë dhe ka disa opsione interesante. Si fillim, kur ke regjistruar një video dhe ndoshta ka pak zhurmë, This is a GPS with a magnet and you can hide it in a car, a motorcycle, anywhere you need it. it works with a SIM card and with 4G internet. Ky opsion i redukton. Këtu poshtë janë të gjitha opsionet bazike që duhen për të edituar. Mund të shtosh një audio që mund të jetë për ty, ato që ke ruajtur, trending dhe mund të importosh vetë. Mund të shtosh tekst, zgjedh fontin, ngjyrën, animacionin e tekstit, efektin. Këtu mund të shtosh një sfond me ngjyrë ose vetëm linja rreth tekstit dhe zgjedh se ku do të rri teksti, në mes, majtas apo djathtas. Mund ta editosh tekstin më vonë dhe mund ta kthesh në një nga këto zëra. Titrat në gjuhën shqipe nuk i gjeneron. Mund të vendosësh overlay, një foto ose video, ka sound effects që janë të nevojshme për një editim dinamik, dhe këto poshtë janë të gjitha opsionet kur editon një video. Kur e eksporton videon mund të zgjedhësh rezolucionin HD, 2K dhe 4K dhe frame rate 24, 30 ose 60. Pasi eksportohet videoja, mund ta shpërndash direkt në profilin tënd dhe ka mundësi që të shkojë më shumë virale. Të paktën kështu thot Instagrami këtu. Në aplikacion mund të shikosh video që lidhen me llogarinë tënde ose video nga ato që ndjek. Dhe mund të regjistrosh video direkt pa shkuar te kamera e telefonit. Dhe më e bukur është që mund të shikosh të gjitha statistikat e llogarisë tënde dhe kur hap një video do të dalin statistika që Instagrami nuk ti tregonte më para, që janë skip rate, share rate, like rate, save rate dhe comment rate. Dhe si bonus tek retention të tregon një grafik si në YouTube. Shikon fiks se ku njerëzit largohen nga videoja jote. Ose sa përqind e kanë parë të gjithë videon. Nëse do të fillosh të përdorësh Edits, tani do të kesh një avantazh në Instagram nëse do i postosh videot me këtë aplikacion.